politik kam folë në shumë salla, kam folë para shumë njerëzve, po kur nuk jam emocionuar se sa flas para demokratëve, njerëzve të shtëpisë tonë, njerëzve të lirë, njerëzve që kanë sakrifikuar. Rrëzimi i monumentit diktatorit 35 vite më parë ishte çasti i kthesës madhe në historinë tonë. Ishte fundi i një horrori, ishte fundi i një diktature të pamëshirshme që ishte instaluar në çdo qelizë të shoqërisë tonë. Ky ishte triumf i një të vërtetë të madhe të historisë. Të gjithë diktatorët bien, të gjithë autokratët bien, të gjithë monumentet e autokratëve sa do të larta të jenë ato, bien e rrëzohen në këmbët e njerëzve të lirë. Drita e gjen gjithmonë rrugën e saj. Liria triumfon gjithmonë, edhe në errësirën e diktaturës. Të një diktature që punoi pa pushim për të mbytur shpirtin e lirë të shqiptarëve, po nuk mundën ta mposhtin atë përfundimisht. Njerëzit mund gënjehen për pak kohë, njerëzit mund të binden edhe për pak kohë, njerëzit mund të trëmben për pak kohë, po në fund gjithmonë njerëzit e gjejnë kurajon, e gjejnë besimin, e gjejnë forcën për të rrëzuar pushtetin e një njeriu. Të atij njeriu që mbi 50 vite ndërtoi një mekanizëm të frikshëm survejimi e propagande, ra pikërisht atëherë kur mendoi se ishte më i fortë se kurrë. A ditë shqiptarët gjetën guximin t'i shihnin në sy, t'i sfidonin përballë e t'i thonin mjaft. Në 20 shkurt u rrëzua monumenti një njeriu që kishte menduar se do të ishte i përjetshëm, po e përjetshme është vetëm Shqipëria e lirë. 35 vite më pas ne jemi në shesh, jemi përballë një autokrati të rilindur, ne jetojmë në një shoqëri ku pakica sundon mbi shumicën, duke grabitur qytetarët, duke e plaçkitur Shqipërinë. Sistemi i dikurshëm i dhunës sot është zëvendësuar me dhunën e korrupsionit, është zëvendësuar me diktaturën e korrupsionit. Korrupsioni është ideologjia e regjimit sotëm, të një regjimi që ka ndërtuar një ekonomi që i shërben veç klientëve, një sistem që ofron mundësi veç për krimin, një qeverisje që braktis qytetarët e saj. Pasojat e dhunës korrupsionit janë dramatike. Industria është në falimentim, bujqësia është në falimentim, biznesi vogël është në falimentim. Çdo i varfër e pensionist e di të vërtetën. Sot Shqipëria është një republikë ku të korruptuarit bëjnë ligje për të mbrojtur njëri tjetrin. Këtë e di mirë çdo kompani që përballet me dyert të mbyllura. Kjo nuk është Shqipëria e shqiptarëve, kjo nuk është Shqipëria e shtresës mesme, kjo nuk është Shqipëria që shqiptarët meritojnë. Kjo është pikërisht ajo që Edi Rama ka ndërtuar, ku tendrat e koncesionet favorizojnë një grush njerëzish, ku bizneset luftojnë për mbijetesë, ku familjet e thjeshta numrojnë qindarkat, një sistem e një regjim që sot po largon shqiptarët. Po shtyp shtresën e mesme, po i shton taksat mësuesve, inxhinierëve, mjekëve, ndërkohë që ata lart ushqehen me privilegje që nuk u kthehen kurrë qytetarëve.